sepse fillon që nga momenti se si klasifikohet ai, sa i rrezikshëm është ai si burgoshu. Këtu fillon. Nga këtu fillon gjithë rrjedha e ngjarjeve. S'ka qenë i rrezikshëm fare se s'kishte vrarë shumë njerëz. Po. Pikërisht kjo është arsyeja. Dhe për shkak se nuk kishte kaq i rrezikshëm, e trajtuan si një person normal që e lënë dali pa pranga nduar dhe çtisi. Rregulli do ta donte që ky njeriu të klasifikohej si me rrezikshmëri të lartë dhe për shkak të rrezikshmërisë të lartë dhe masa që të merreshin ishin krejt ndryshe. Dhe këtu fillon pyetja e parë duhet bëhet, pse? Me cilën procedurë Drejtoria e Burgjeve klasifikon si të mesëm? Se nga këtu fillon standardi, sepse ai me rrezikshmëri të lartë nuk mund të rrinë një burg sigurisë ulës. Por më shpjegon mua ti se si një njerëz që s'duhet ishte fare në punë, ishte në punë atje me policinë e burgjeve, s'duhet ishte fare në punë, se ka bërë shkelje. Është prapë në punë. Atëherë ky është mbajtur në punë. E kanë konsideruar si të pa përgjegjshëm për çfarë ka ndodhur aty brenda në atë kohë. Pafajshëm. Po tash Drejtoria e Burgjeve ka vlerësuar. Si tha ne e dini tha që ne të gjithë në burg jemi të gjithë pafajshëm, të gjithë kështu e quajnë veten, të gjithë pafajshëm. Edhe këta që janë mbi këqyrës të burgut dhe këta pafajshëm janë. Po shtosha diçka lidhe me protokollin. Te rasti Erion Velis, është i njëjti burg, i njëjti vend që kanë shkuar, mund të jetë e njëjta dhomë, kanë pasur tjetër protokoll. Pra thanë është person i rrezikshëm, 12 punojës burgjeve dhe policie, është njoftuar policia e shtetit, është bërë një rikonjucion, ose më saktë është bërë një verifikim i kushteve të spitalit, dhe janë, domethënë, ka pasur disa breza sigurie. Bravo. Se u ankua, se mbaj mend që u ankua se s'dua të merre me hallet e atij tjetrit. U ankua se ishin policët brenda në momentin ekzaminimi dhe thotë çdo ky këtu se më vjet turp, kishte turp nga policia, duhet ishte vetëm mjeku. Jo, kishin turp mjekët. Jo, kishte turp ky nga mjeku. Jo, dhe ky u ankuar. Mjekët nuk janë ankuar kurrë. Jo, mjekët janë ankuar. Mjekët, kështu. Mjekët sepse çdo ky këtu, apo nuk e di është ankuar. Po, ky është ankimi që ka vajtur. Zyrtarisht e di që Ankes ka ankuar vetëm personi. Apo duhet pasur dy ankesa ndoshta. Po. Dhe edhe ana aktive dhe ana pasive është ankuar. Po, sidomos ka e dyta. Prania thotë është në kundërshtim me ligjin sepse ishte një veprim mjekësor i cili cënon privatësinë. Pa i hyrë vojës. Mos janë trembur nga ajo ata dhe e kanë lënë kështu. Ndoshta janë trembur nga rasti i parë dhe të rasti do të qëndrojmë jashtë. Dgjoj, Ervin, pse nuk e themi troçne që doktorët e burgut apo njerëzit e burgut janë më të rëndësishëm se ministrat ose ku diun, ç'të them unë, një bankier ku diun. Pse se themi troç valla? Që është kasapan totale, pse nuk dalin ta pranojnë? Që në burgje miu hedh valle. E kupton? Pse nuk dalin ta thonë troç? Kjo është minimaliste ta thoshin. Është prapë minim. Shumë minimalist. Edhe kaq është më shumë. Absolutisht, është një zinxhir i tërë. Unë këtu kam qenë, më duket në studion tuaj kur kam thënë që në një burg e kam thënë para një viti, në një burg dhe për këtë të garantoj sepse personi që e bënte këtë gjë ka qenë i mbrojtur i prej meje. Prodhohej, a ishte kryetari, grupit prodhoni në raki nga patatja. Është e vërtet, nuk... Tapati e gjithë burgagjindë.